Parku Natyror i Virojit edhe këtë vit ishte zgjedhja e qytetarëve Gjirokastrit për të shijuar pamjen që të ofron kjo bukuri natyrore dhe oazë gjelbër. Në aktivitetet e tyre të lira, familjet preferuan ta shijonin një kafe dhe një drek në bizneset që ndodhen rreth këtij parku natyror. Sot në ditën e 1 majit, sindikatat të ndryshme në përbot protestojnë mbi të drejtat e punëtorëve, ndërsa në Gjirokastër, siç shihet edhe nga pamjet, është një ditë e zakonshme feste. Po ne kemi dalë me xhira, me koshuri, me nipër, me mesa, do kënaqemi, edhe ta festojmë në shtëpi. Do ta festojmë. Festohet për ditën e punëtorëve. Ne zgjedhëm që të vim nga Viroj që ta festojmë sa më bukur këtë festën sot. Është një festë, cilën duam ta festojmë. Sipas mënyrës tonë, po kam dalë me familjen. Në parkun e Virojit po argëtohemi gjithë aktivitetet që janë bërë me poligone, shes në mbërësira. Edhe unë jam shumë i lumtur që kjo festë realizohet kaq me aktivitet. Festë më që protest, ka me protesta tani. Ja, kemi dalë këtë nga Viroj, edhe kjo është kënaqësi. Një qetësi, një ajër i pastër, një të gjitha kushtet. Ditë feste. Ne dalim, festa e punëtorëve. Kam dalë me niprit, me mbesat. 1 maj në Shqipëri dhe sidomos në Gjirokastër vijon traditën e festimeve familjare, ndërsa disa pëlqyen parkun e Virojit, të tjerë kanë zgjedhur të shijojnë site të tjera arkeologjike, por edhe gurgullimën e ujrave të Drinës dhe Vjosës në këtë ditë të bukur e me diell.